Do të analizojmë në këtë momente zhvillimet nga aktualiteti me avokatin Genc Zhekutaj. Përshëndetje, avokat, dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Çfarë procedurash ligjore ndiqen në këto momente për ekstradimin e Ermal Beqiri drejt Shqipërisë? Atëherë, procedura e ekstradimit është një procedurë gati e unifikuar në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, edhe vendet europiane, me përjashtim të vendeve arabe ose pra legjislacione specifike. Nga pikpamja formale, juridike dhe nga pikpamja procedurale nuk ka pengesë për të ekstraduar. Jepet nga gjykata franceze, sepse ju duhet të dini që nga ana Interpolit lëshohet një urdhër kërkimi ndërkombëtar. Në momenti që personi ndalohet, atëherë autoritetet franceze në bazë të këtij urdhri ndërkombëtar ndalojnë dhe i japin një afat arresti në burg, kohë brenda të cilës organi kërkues, si në rastin konkret të Spaku, duhet të dërgojë dosjen pranë gjykatës franceze me provat, me përmbledhjen e provave, setin e provave, me qëllim që gjykata franceze të bindet që ky person jo vetëm është kërkuar formalisht, por dhe thelbësisht ai është një person që dyshohet për një apo disa krime, të cilat ndiqen nga legjislacioni shqiptar, dhe me këtë rast gjykata franceze merr një vendim për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Me ardhje këtu, pastaj fillojnë procedurat, njohjes me akuzën, sepse njohjes me veprimet e kryera në mungesë të tij, në rastet kur është dënuar në mungesë, atëherë bëhet një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dënimit dhe rivendosjen në afat të ankimit, po ne nuk jemi në këtë rast me zotin Beqiraj, kështu që unë mendoj që në arkun kohor të 3-4 muajve zoti Beqiraj do të jetë në Tiranë. A mund ta kundërshtoj? Përfshirë këtu dhe gushtin, ju e kuptoni që është një muaj që nuk ndjek atë shpejtësinë, atë dinamikën e gjykimeve dhe shqyrtimeve si në ditët e zakonshme të vitit. Avokat, a mund ta kundërshtoj Beqiri ekstradimin dhe mbi çfarë bazash ligjore mund të ndodhë diçka e tillë? Po shiko, cili do që përballet me një vendim gjyqësor, administrativ, civil, të çdo lloji qoftë, ka të drejtën e tij bazike dhe kushtetuese dhe ligjore, procedurale që ta ankimojë. Problemi është që çfarë është lënda e ankimimit, sepse nga sa kemi dëgjuar nga mediat, edhe unë ju kërkoj ndjesë për këtë, pasi unë nuk jam avokat i çështjes dhe nuk ju ndriçoj dot me element më të detajuar, por historia e Beqirit është që në Shqipëri, ndërkohë që ai brinte nëpër Europë, e regjistronte kompani fluturimesh, e fluturonte mbi centrale, e tjerë, përpara kësaj kanë paraprir veprime procedurale të Spakut, ku nga më domethënësit nga këto veprime janë sekuestrimi i shumave të konsiderueshme, gati 40-50 milion euro, të cilat kanë qenë përfitime të paligjshme, le ta them me gojën plot vjedhje, nga parat e tenderave të Akshit. Gjë e cila është bërë publike që Akshi është një nga kampionët që bën tendera milioner apo miliardar dhe pastaj simulon një defekt, pastaj thret një kompani, shton dhe një sasi tjetër buxheti për të bërë një riparim tjetër dhe teoria e riparimeve nuk është asgjë më tepër se sa është çlirimi i fondeve, vënia në dispozicion dhe marrja e tyre për interesa personale. Unë nuk e di se nga gjen këto kompani, çdo 6 muaj, çdo një vit, Akshi ka nevojë për fonde për të përmirësuar sistemin dhe posaçërisht sistemin mbrojtës të tij. Ndërkohë që një herë mirë, ai që ndërton
atë platformë, merret një kompani serioze, sa do që të kushtoj, por të bëjë një gjë përshëmbari, edhe jam krejt i sigurt që sa do shtetet e kompania që bëjmë fjalë, është shumë herë më e lirë se sa këto kompanit që na vizitojnë çdo 6 muaj, edhe sigurisht që nuk e përfundojnë punën, por lënë të hapur vrimat të tjera që të vinë prapë të marrin paratë e radhës, edhe sigurisht kjo është një metodë pune, jo sa e atyre, jo e kërkuar nga ata, por e ofruar nga Rama dhe nga gjithë këta dordolecët e tij, që të cilët nuk kanë qëllim përsosjen e akshit edhe vënien e kësaj platforme informative në shërbim të qytetarëve, sepse të gjithë qytetarët e dinë që kur vete tek akshi për të mbaruar një punë, e kupton, është një aplikant tek akshi barazohet me i peshkatar, i cili nuk e di do të bjerë peshkut, do të bjerë grepi peshkut, apo jo. Edhe puna e akshit, mund të shkosh disa herë, po thot nuk punon sistemi. E ndërkohë miliona dollar hidhen dhe akshi vazhdon të mos ofroj shërbime 24 orë 24, e të tjera që nuk dua t'ju lodh sot me këto histori. E qartë, ty pyes avokat, sa do ta ndihmoj hetimin, ekstradimi i tij në Shqipëri, qoftë edhe arrestimi i tij? Do ta pasuroj me më shumë prova hetimin e SPAK? Po shikoni, nëse zoti Beqiri, që është vllai siamez i Ergys Agasit, do të hetohet sipas ligjit dhe sipas provave që janë administruar në ngarkim të tij, nga prokuror serioz, profesionist, sigurisht që ndihmon hetimin. Por unë dua se do të ndodhe kundërta, që ai do të kapet, do të sillet këtu dhe do të hetohet për të treguar pastërtinë e tij, dhe shpejtimin e SPAK-ut në nxjerrjen ndërkombëtare në kërkim, për rrjedhoj, duke dali pastër. Ku e bazoni ju këtë dyshim, avokat? Ja u a them unë ku e bazoj. Sepse Mirlinda Karçanaj është në zyrë. Është në arrest shtëpie, po është në zyrë. Ashtu. Tashi, historia është që këta nuk mund të vepronin pa karta biankën e Ramës edhe Karçanajt. Kështu që duke pastruar këta, të pastruar janë dhe këta të tjerët. Interesante do t'jetë nga pikpamja ligjore fakti sekuestrimit të këtyre shumave marramëndse në ngarkim të këtyre shtetësve. Po le të presim e të shikojmë, unë dua ta paragjykoj këtë punë, por paralelizmi që bëj më njëherë, domethënë sa më shkon ndërmend kjo është çështja e Belinda Ballukut, e cila u mbrojt në kuvend me mandatet e dhëna nga populli për t'i rënë korrupsionin dhe vjedhjeve, llogarit se sa problem do ta ketë Rama me SPAK-un, një SPAK i cili e ka lakun gryk, lak të cilin Rama e shtrëngon dhe e liron sipas variablit, sipas personave dhe veprave penale që ai heton. Kuptoni që akshi është nga aferat më madhore, jo vetëm nga pikpamja e investimit për të krijuar, por është nga platformat më të mëdha dhe në drejtim të veprimtarisë që ai kryen në disa drejtime. Mos harroni që në aksh janë të përfshirë gjendja civile, janë të përfshirë të gjithë informacioni i këtij shteti, të dhëna sensitive për policinë e shtetit, dhe këto i jepen në dorë që t'i bëj një Beqiraj i cili hypën avionit dhe fluturon nën kuot mbi central bërthamor. Domethënë këtu ka dy gjëra, ose ai ka luajtur mend, ose ai ndihet kaq i fortë
kaq i fortë. E kupton? Që bën dhe aventura. Aventura me buxhetin e shtetit, aventura me partnerët ndërkombëtar, nuk di ta them ti, shiko. Këto janë fenomene që nuk kanë përfaqësi ndonjëherë në botë. Ju kuptoj, avokat. Njerëz të kësaj kategorie mundohen të maskohen, të kamuflohen, të mos bëhen publik, për shkak të aferave që ata kryejnë. A ka hapësirë ligjore për konfiskimin dhe sekuestrimin e aksioneve të tij apo pasurisë të tij? Po shikoni, fakti që, po patjetër, fakti që janë sekuestruar 50 milion euro. Dakor? Sepse shiko, vepron ligji antimafia. Këto sekuestrohen dhe do t'i thuan, zotri, ne kemi ngri këto para. Ti do na vërtetosh që këto të ardhura që ti shumë mirë thuaj kam nga biznesi, se këtu është një fjalë, tu konfondohet një term shumë i madh. Biznesmeni thonë, po nuk duhet përdorur ky term sepse nuk mund të krahasosh një biznesmen të ndershëm me një biznesmen hajdut. Po të kontratave, avokat? Urdo? Po të kontratave, ka hapësirë ligjore të kontratave të nënshkruara? Të gjitha janë të pavlefshme, sepse nuk është zbatuar ligji për prokurimet publike, ju e dini se s'është bërë atë një batërti, të gjithë tendrat kanë qenë të paracaktuar se kush do t'i fitoj, dhe sigurisht, këta që i fituan, tash fluturojnë dhe me avion. Nuk kemi parë deri më sot biznesmen të tillë që futen në disa tendera dhe pastaj dalin edhe kryen këto veprime. Ky është rasti vërtet interesant. Unë mendoj që Spaku duhet të ulet seriozisht me këtë histori, sepse sa i përket shtetasit francez, unë nuk e di derisa kam ndjenin unë. Ai nuk ka bërë në një dëm, përveç se ka shkelur kuotat e fluturimit me një objekt të rëndësisë veçantë siç është centrali nuklear, bërthamor, të cilët janë objekte të rëndësisë veçantë dhe ato kanë një mbrojtje tepër të sigurt për shkak të pasojës që mund të vi, mbani mend Çernobylin, mund të vi për faunën, për njerëzit. Po sa i takon këtyre kontratave, kam fjalën, a ka hapësirë ligjore të cilat mund të konfiskohen apo të sekuestrohen? Shikoni, duhet të kuptoni një gjë. Kontrata sekuestrohet dhe kontrata nuk përbën pasuri. Kontrata është akt shkresor. Akt shkresor me bazën e tij, po patjetër që dokumentacioni duhet sekuestruar. Se me bazën e tij ti çmon çfarë është bërë me këtë pasuri. Me bazën e saj ti kupton çfarë është vënë në ankand. Dhe kush e ka fituar këtë ankand. Dhe kush kanë qenë konkurrentët e tjerë, me çfarë çmimesh e cilësie kanë konkuruar. A kupton? Sigurisht që dokumentacioni është gjithmonë shoqërues në aferat korruptive. Dhe këto dokumenta mbi bazë të cilëve hetuesët konkludojnë që këtu kemi të bëjmë me shkelje të ligjit, sepse për hir të së vërtetës ligji i shkelur apo i zbatuar pasqyrohet në për kontrata dhe jo në për kontejnerët apo në sistemet e backupit apo në sistemet e informacionit që përmban aksin, se po marrim rastin e aksit. Kështu që ajo është një blok, sekuestrim, sekuestrohet të gjitha, sekuestrohet dokumentacioni, sekuestrohet shumat monetare, sekuestrohen objektet, ku zhvillohet kjo veprimtari. Gjithçka. Ju kuptoj. E cila dyshohet se vjen nga një shkelje ligjore. Dua të ndalem në një tjetër tematik për t'ju pyetur, avokat. Ka patur dhe disa urdhra të lëshuar nga SPAK për kontrole në kuadër të hetimit të dosjes, pjesës së cilës është edhe ish zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Vlen këto kontrole në këtë fazë të hetimit? Çfarë kontrollesh kanë bërë? SPAK ka dhënë disa urdhra të lëshuar për kontrole në kuadër të hetimit të dosjes, ku pjesës së cilës është edhe zonja Balluku. Janë urdhruar disa kontrole në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, a përbëjnë
provë të rëndësishme, po themi, dhe a vlen këto kontrole në këtë fazë që ndodhet hetimi? Po shikoni, Belinda si kanë bërja 56 kontrole deri tashti. Bërja këtyre kontrolleve është për të as më shumë dhe as më pak është për të konsumuar afatin hetimor dhe për të krijuar imazhin që këtu ajo po hetohet fort, objektivisht në mënyrë gjithanshme. Por krahas kësaj, Spaku duhet të mendoj dhe duhet të kishte menduar e konkluduar për masat shtrënguese të saj. Unë nuk e di se si ka vepruar me sekuestrën në zonës Balluku, po ashtu zonja Balluku, ashtu si Erbena Metaj, janë një takëm këta që këta nuk refuzojnë të shkojnë në burg, edhe të mbrojnë veten atje nëse janë të pafajshëm, se siç duket ata e dinë se ç'kanë bërë, edhe çfarë bëjnë ikin. Dhe unë mendoj që Spaku është në kohën shtesë tashi, që ka mbaruar çdo gjë, edhe Spaku nuk mund të sekuestrojë në fund të afatit hetimor. Edhe nuk formaton një kërkesë në kërkesë në kuvend. Dhe me jashtë çdo lloj politike penale, jashtë çdo lloj çmimi të rrezikshmërisë veprës dhe autorit, kreu i Spakut me një papërgjegjshmëri profesionale del dhe thot do ta çmojmë, thot nëse do bëjmë një kërkesë për masën e sigurimit apo jo. Po nëse nesër Belinda Balluku largohet nga Shqipëria, çfarë emri do t'i vërë kreu i Spakut kësaj historie? E kuptoni ju këtë? Çfarë mund të Kështu ndodhë? që shikoni edhe zbarkimi që kanë bërë tash në prag të lejeve vjetore, zbarkimi në Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që Velia është në gjyq themeli, ta zbarkojnë në bashki. Përse bëhet kjo në fund të muajit dhe në prag të fillimit të lejeve vjetore? Sepse një muaj ato dosje do flënë në zyrtarët e Spakut, deri në shtator do të ketë ngjarje të tjera, edhe do t'i lënë ashtu të zvarritin derisa të skadojnë afatet. Kreu i Spakut është një nga shembujt brillant se si mund të digjet një dosje me afate procedurale apo me mos kompetencë territoriale apo lëndore etj. Merr një rast në krimit zgjedhor që mbeti i pandëshkuar vetëm për shkak të veprimeve të këtij prokurori, i cili nuk deshi ta hetonte, po deshi ta shëtiste këtë dosje derisa kësaj dosje i mbaroi karburanti edhe u parkua në zyrtarët e qartë. Dua të ndalem në një tjetër çështje, avokat. Raporti i fundit i Këshillit të Vlerësimit të Sigurisë për vende jashtë Shteteve të Bashkuara OSAK, si një nga vendet ku lufta ndaj krimit mbetet sfida kryesore e sigurisë. Raporti identifikon ato që i cilëson si zona të krimit në Tiranë në përputhje me mesazhet e para disa muajve të ambasadës amerikane në vendin tonë, që ngriti shqetësime konkrete. Pse është vendosur të jepen tashmë emra konkret? Nuk e kuptova këtë si emra. Dua t'ju pyes në lidhje me raportin që është publikuar vetëm para disa ditësh nga OSAK, sa i takon, po themi, vlerësimit të sigurisë në vende jashtë Shteteve të Bashkuara. Dhe janë identifikuar disa zona të krimit në kryeqytet, por që është vendosur tashmë të flitet edhe me emra konkret. Bëhet fjalë për... Po, më kuptuat, besoj. Ju mendoni që interesat e Amerikës jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërcënohen nga disa bar bufe edhe disa restorante? I shikoni këtu. Kjo Barsolet ka rreth 27 vjet të paku që recitohet, edhe kjo është vepër e fatos në anën të Iglitovskës, zëvendësministër i brendshëm në atë kohë, edhe ata për të justifikuar veprimet e tyre, bën një listë të lokaleve ku nuk duhet, sepse në fakt edhe optika e ish kryeministit të ndjerë Nano nuk kalonte dot
përtej një lokali. Ja, me qënë se jemi këtu avokat, më lejoni t'ju përmend edhe emrat e cituar nga ky raport, bëhet fjalë për Juvenilia Castello, Pasticceria Venezia dhe Magic Club, të përmendur në këtë raport. Ambasada Amerikane janë këto që është ajo që i ka cituar në fillim po themi dhe më pas janë përsëritur. Sepse nuk e kanë updateuar dhe Ministria e Brendshme nuk çon në updatimin. Cili është updatimi? Cili është updatimi? Çfarë duhet të dërgoj më konkretisht Ministria e Brendshme? Mendoni ju që 30 vjet një lokal të ngelet rrezik, një bar restorant të ngelet rrezik i interesave strategjike të Shteteve të Bashkuara, po kjo është budallëri i gjysmë. Këtë nuk e besojnë nëse ta që kanë shkruar. Por që kanë ngelur atje, e kupton, edhe e japin njërë pas here, ka lobime të ndryshme nga brenda nga jashtë, ama ka një problem. Tu them diçka, këto objekte të gastronomisë, apo pasticcerisë, apo çfarë mund të jenë, këto janë nga lokalet më model në Tiranë, 80 deri 90% e klientelës tyre janë të huaj, Amerikanë, antarë të vendeve të Bashkimit Evropian. E kupton? Dhe në gjithë këto vite që kur shkruar shkresa e parë, për të konsideruar të tyret, nuk ka ndodhur asnjë incident, absolutisht. Deri nuk është thyer asnjë gotë në dorën e një klienti të pavëmendshëm. Ato janë lokale të cilat shërbejnë me arkitekturë, shërbejnë me veprarti, shërbejnë me arkitekturë, shërbejnë me shërbim, me kualitet, me ushqim, e kupton? Dhe janë në pararoj të turizmit shqiptar. Dua të ndalem edhe tek një çështje e fundit sa i takon garës për kreun e prokurorisë së përgjithshme, ku janë regjistruar tashmë 3 prokurorë, Adnan Xholi, Rovena Zoto dhe Ylli Pjetër Nika. Si shikoni ju këto kandidatura dhe kush prej tyre mund të jetë më favorit? Po shikoni, po të ishim një vit përpara, edhe mund të jepja në një emër. Mirë po, problemi është që kemi rastin me Spakun. Me Duart Trokiti erdhi Dumani, ju e patë se që bëri. Ky tjetri që është ashti, jo me Duart Trokiti, po uzuan Duart Kallo. Bile thoshin është i Amerikanëve, ja hoqën Ramës nga dora. Ky është më pra Ramës se kur do erë. Se kurre, kuptoni? Sepse ky, nëse Dumani ka hedhur 2-3 pushk, e kupton? Në kuptimin figurativ fjalës. Ky nuk lëviz nga vendi. Ky ka vajt 3 herë në kuvend dhe thot, më sillni provat ju mua. Po cilat provat do ky? Po provat e krimit zgjedhor, i cili ngeli pa dëshkuar dhe pasojat e cilit i vuajmë deri sot. Kush i la të digjeshin afatet? Është ky. Po ky që çon arrest në burg. Belinda Ballukun me shkelje barazis në tendera. E rrezon kuvendi dhe kthehet në zyre, e riformaton akuzën, e bën korrupsion dhe pastrim produktesh veprës penale. Edhe thot, do mendohem tash, thot se çfarë do të bëj. Ndërkohë që nëse herën e parë arresti që i pa justifikuar për një dispozitë që shkelje barazis tendera, akuza e korrupsionit dhe pastrimit parave ose produkteve veprës penale është obligator në bazë të ligjit. Ky pushoi çështjen e Irena Gjokës, një nga përçudnimet më të mëdha të sistemit tonë drejtësisë. Një gjyqtare e cila kaloi filtrat, nuk e di në ç'më mënyrë ka kaluar, një gjyqtare që do ta them nuk ka një botë emocionale konstante. Nuk e kam parë asnjëherë as të verdh, as të kuqe. Jo kuptoj. Faleminderit avokat që ishit me lajmet në MCN. Faleminderit e juve.